Sali Berisha ja del të përçaj dhe ata pak demokratë mbetur të Vlorës. Këshilltari bashkiak i PD-s Gjergj Nika ka shpallur kandidaturën për bashkinë pasi nuk bie dakord me mbështetjen që Berisha i dha një tjetër të pavaruri pas një lidhje me Partinë Demokratike, Dionis Sotos. Prej vitesh demokratët në Vlorë janë tallur e në përkëmbur me kandidat të imponuar që nuk kanë asnjë lidhje me Partinë Demokratike. Sot kandidoj sepse nuk dua të shoh më qytetin tim pa zë dhe demokratët pa dinjitet. Kandidoj sepse nuk dëshiroj që Partia Demokratike të zhbëhet nga individ grotesk. Kështu opozita del me 2 kandidatë të pavarur në Vlorë, i pari Dionis Sota në CV-n e tij ai vetë sqaron se në 2013 ka qenë mbështetës i PS-s, ndërsa së fundmi bashkëpunëtori i kryebashkiakut Ermal Dredha, nga ana tjetër Gjergj Nika, demokrat por që në zgjedhjet e fundit tradhtoi Berishën për të kandiduar me koalicionin Euroatlantik të Lulzim Bashës. Përballë kanë Brunilda Mersinin, kandidaten me të cilën socialistët do të tentojnë të rimarrin sërish Bashkinë e Vlorës.